Para 7-8 viteve, ku pas një sfidë madhe shëndetësore. Më shumë ti ku mendu për natyrisht për fëmijët, kam ndje dhimbje edhe për bashkëshortin, kam mendu që nështë ai mund të më zavendësan, por e kom di që jetën s'do ta ketë më siç e ka me mu. Nuk po du me rikujtu smundjen se jam mirë, falenderoj Zotin, po e shef një moment që nuk të kryen punë parja, nuk të kryen punë luksi, nuk të kryen punë fama, mos mendon as një djalë ose as një vajzë që ka me gjetë partnerin ideal. Unë për shtatin e kom pas mjaft vështirë me hakimin. Kem shumë sene që nuk na kanë ofru. Ky i qytetit pak ndryshim kulturash, ndryshim mendësisë. A janë mëre njerëzit normal, ja lënë gjithat pasuri, vjera, pritojnë 3 ditë mi prit njerëzit shpe. Unë baba më ka lënë moshën 2 vjeçare, nuk kam thirr kur bab. Vjerrin e kom thirr bab, atë shumë më ka dashur vjerë em sa që një kohë, a di kanë qenë ato setrat e plagjëve, kështu si të forta, ai ma ka majtë fotën. Unë bikej malli qefi Glavicës, edhe ja bësha, baba, dalëm ishna 2 katonor pina qaj. Reja duhet mas fëmijëve ta. Jo sa fëmijët. Nipi e mesa duhen në rang të fëmijëve tu. Por reja nuk du sa fëmijët. Unë edhe nuk du me marrë rolin që unë jam këtu shefi gjithmonë. Edhe jam jashtë mi dashtë fëmijët. Nuk e marrë rolin 2 herë nantë jem. Shpe maj një gru. Mundësisht ndonjë të dashur dikun tjetër, është trupin e kanë shpe mendjen, Zoti e di ka. Shkelja besnikrisë martesore, të gratë më burrat që ja falin minutin. Jam frigu për vrahën në zvete, e ka këqyr njanën, e ka përshëndet tjetrën, po du mu da, i thash nuk ki të drejtë. Së ngot me marë me vrahën. Qof burrit, qof gruja, nëse man me kod telefonin, nëse run, nëse ik, nëse fol, atër nën kupton që do me thonë diçka po më fshepe tjetrit, nëse menojnë 2 të rinj, apo çfarë do moshet qoftë, me hi me një lidhje, afat gjatë me tjetrin, duhet jenë të hapur për të kaluarën e tyre. Për me ditë pse do duhet deklaroj ndjera ardita. Tupo. Përshëndetje miq të gazetës Demos të podcastit Tupo, mirë se po takohemi në këtë javë. E sonte kena me fol shumë çka se kena dikon në studio që mundesh më prek çfarë do teme me to, sidomos për familjen, kështu që kush tjetër pas fëmijë gashi. Përshëndetje. Përshëndetje. Shumë faleminderit që ke ardhur, që ke ndaku për neve, dina që i tepër angazhuar, ki tepër shumë punë. Shumë angazhuar për momentin kur më ke shkruar, kom llogarit që jeni gazetare e re, po të komplimentoj për këtë. Faleminderit. Edhe kam dëshirë shumë që të përkroj rinin çdo pikpamje, domethënë, edhe qoftë çdo profesion, edhe profesionin e avokatisë, ju afron në avokatëve treja që janë zonja, sigurisht përgatitura, tek e kam kry provimin e judikaturës, i kanë hi asaj betejë ligjore, edhe ju thëm, vajza, çka keni vetë besim veti, vajza, nuse, apo çka ja, thëm se ju kur të arrini moshën time, domethënë, tash i inkurajoj ato. Përveç asaj, ato janë fazën kur e krijojnë familjen. Domethënë kanë shumë sfida, edhe kështu që në përgjithësi kam dëshirë ta inkurajoj rinin, për arsye se jeta është vetë rotacion. Edhe na nuk guxojnë atë mendojnë as në familje, as shoqëri që duhet vetëm ne të jemi. Ne do të japim kontributin në kohën e duhur, edhe dal nga dal do të krijojmë kuadro të reja. Po e marrëm shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose shtetet e avancuara, domethënë të forta, qoftë politikisht, qoftë ekonomikisht, qoftë ushtarakisht, ata kanë arrit vetëm të prodhu kuadro të reja. Ndërsa në disa vende tjera, domethënë ekziston një farë egoizmi i instalum të vetë njerëzit që ata dëshirojnë veç vetë jenë. Kështu që është një rrugë biologjike që nuk mund është gjithmonë vetëm ti me qenë. Prandaj ky ka qenë motivi pse ko marr sot. Shumë faleminderit, e elaborove tepër mirë, e sa që nuk mund tash pa ta bë pyetjen tepër mëna për përkrajen që ja bën gjithë secilës femën, edhe që për një me halal të koftë, kështu më thonë me plot kuptimin e fjalës, se i shoh edhe postimet nëpër Facebook, gjithë secila vajzë që del prej gjykatës ose dikon që e përfundon atë pjesën, e kam pasur një rast me flakën që ukun, çfarë urimi ta ka bë për mënyrën se çysh i kena i afër. E këtu po duhet të pyet sa ke pas ti përkraje në fillimet e tua, pra sa ke pas njerëz që tani e inspiruar që të shmeni mu dikuj. Bukur vështirë kom pas. Atë që kom pas vështirë sa që kur kom fillu avokate, i lutem një kolegut, për shkak se Ismail Kadaria imagjinoni një shkrimtar i nivelit botror, edhe ai vetë thot edhe arti, edhe muzika, edhe çdo gjë thot është një farë emitimi. Imagjino, një njeri, një shkencëtar i tillë, i penës, edhe une,
Do me thonë kisha nevoj pak për modele, kur kom dalë avokat, si duket ajo, dhe ja lypi një kolegut. Imagjinoj ende pa përgati që atë ankesë, në të cilën unë jam bazu. Pa shku në gjykat, do me thonë e kish përhap gjithkonë, ka lyp, nuk po de. Edhe tash ajo ka mit, do me thonë një moment i keq që jo kanë, e unë tash po e marrëm shembull të avokatet e reja, ndodh jo me një avokate për hir të parë në gjykim, edhe unë natyrisht kam përvojë, veç është viti 20, edhe ajo qoftë zyrtarisht ose privatisht, edhe mandej edhe për t'i dhënë zemër, edhe për t'ja lënë një porosi të mirë, e cila tash jena shumë miqe të afërta, edhe i thëm, ajo ishte, do me thonë, sipas detyrës zyrtare ishte për palë dëmtume, sepse palën dëmtume e përfaqëson prokuria shtetit, po mund në raste të caktuar edhe avokat edhe i them, për hir të parë shoh. Edhe i them, ishte ajo dikun e martume, son jam nga një fshat i Lipjanit, e nanën time, edhe i thëm, shiko, edhe nëse nuk ki diçka për të bërë pyetje, për shkak se e konsumoj prokurore, i thëm, ti dush me dëshmu para trupit gjykus që je shumë e koncentrume, duke përcjell gjykimin, edhe ti dush me bo pyetje. Edhe mandej ajo tash ka ec me hopat e vete, ka bo emër, ka bo klientur, mirë po është tepër me njohje, se edhe sa rëm shef me gzem reagon me kretë, mendoj që qëto është suksesi njeriut, e ju visht t'jem unë edhe mës t'ja lo hapat askujt, se vërtet ka avokate dhe avokate të rinje që janë shumë përkushtu. Cila është një këshill që zakonisht ja u jep, masi që ndahet kë rrugtimi i përbashkët edhe që vazhdojnë me andej në vetë, cila është një këshill që ja u jep? Mos u dorëzoni kurrë. E dyta thëm, mos mendoni se qoftë gjykata, qoftë prokuria, qoftë ne avokate që kemi një përvojë më të madhe dinë më shumë se jo. Madje në mënyrë ilustrative thëm që shembullon i kam 60 vite edhe sa shumë kam nevojë për ndihmën e nipit edhe të mesës kur të çështja të manipulimi i telefonit. Do me thonë, nuk është e thonë që ti je re, edhe ti nuk di më shumë se unë. Përkundrazi, do me thonë tash sidomos ata dinë shumë me zotnukit anën elektronike, çdo gjaje, edhe ndoshta derisa ne avokatët që kemi kogja bagazh profesional, disa të gjejmë kodin, disa të gjejmë nenin, ai me një sekond me telefon e gjejnë. Prandaj ju them, mos u dorëzoni, esni përpara. Më dhimë se në disa momente, sepse janë duke kriju familjen, edhe vinë edhe shtatzana, për shkak se kjo punë private. Edhe nuk ka komoditet këto, kur dush ti me gjetë klientin, sepse na varëm tjertë kur t'na gjenë. Por me gjithë atë mundohem, jo vetëm këtë profesion, ku është që ti ndihmoj, do me thonë, të gjithë. Na henëm direkt shtu në temja nesë me përmen gjithë shka jo këtuja, aty po du me kalu të fillimet e tua dhe me të pytë se që shke filluone. Para se me fillu intervjistën, thash, nejve të shpia zakonisht na thojnë ti je për qëta, ti je për qëta, ti je për qëta, mos kanë thonë aty ti je për avokate. Qysh vajzë kërë më konë, bile para 2 dite bisedova me vajzën time, në Gjëllushën, unë e disi e mundu me da drejtësi. Për shembull ato raportet familjara, diçka, unë e kur njët nuk e kom shiku a është nona jam, a është motra jam, a është imi, gjithmonë kom thonë, nëse kom mendu që ka drejt tjetri, kom thonë ka drejt tjetri. Edhe prej atëherë, dhe më kanë thonë kjo që shë vogël, që në mërësi avokate, a di që është ajo shpreja popullore. Mandej, gjatë ecjes time akademike, nëna ime ka pas dëshirë që shkoj në profesionin e mjekës, po unë zdi nuk e kam pas e para, pasion shumë letërsin, edhe e kam, madje këtë pasionin tem letrar e kam reflektu edhe në vendosjen e emrave, pagzimin që ja kom bo fëmive. Djali madh është Azdreni, emri poetit, i cili njëkohësisht e ka shkruar edhe emrin, edhe himnin kombëtar, himnin, i cili është avokat i njohur. Djali i dytë është po ashtu emri shkrimtarit, Migjenit, shkrimtarit të madh, i cili po ashtu është jurist dhe është pronari një firme për përkthime. Dhe në Gjëllusha, e cila është ajo që është i ambitor të familjes, edhe ajo ka pas shumë prirje për mjekësi, ajo vetë ka pas prirje dhe pasion, edhe kena një farë mjekje në familje, që ka do që të kena nevoj, ato kena të kom, me na lidh, me na dhonë barnat, me ka vetë pasion. Mirë po, është interesant, nështë habit që ditën shikusit se si ju kanë ndërhy prindrit, mirë po në këtë drejtim, bashkëshortë jem, një farë mënyrë ka bo në ndërhyrje në profesionit e tyne, ndërisa Azdreni ka pos pasion që ta njek rrugën akademikujt të mërtitujt shkencor, sepse është shumë i përgatitur,
bashkëshorti imi ka thonë ti, njëherë fillo avokat me qenë se me një zyre, do me thonë jenë rritë fëmija aty, Po, në zyre aty. edhe tash ai është një avokat që më ka kalu me dhe tapa. Mi gjeni e ka firmën e përkthime, po është shumë ato pasionet, ato aftësi që i kim brenda vetes, ati shkon gjithçka. Gjithçka, nga elektronika, nga mekanika, nga menaxhimi që e bën, nga veç mi gjanë thirëm, çka me të thonë tjetër. Ndërsa në gjithusha shumë ka pas dëshirë mjekësi, po burri ka thonë edhe asaj stop, kime shku profesionin e nënës edhe të vllaut, është mirë, do me thonë, edhe po ushtron shpesher kur kur kem zgjidhje martesës me marrëveshje, unë zakonisht e marrë në gjëllushën edhe, do me thonë, edhe të çmimi, nuk e lu me marrë ata diko tjetër me shpenzu, e marrë vajzën vetëm me një qëllim që ajo kur ti në gjykat të inkurajohet, po realisht letë është kur është rruga trasume. Për dallim, fjala vjen, unë kur kom marrë studime, unë jam e një fshatit në Glavic, e kom unë Slipjanit, e kom vendlindjen dashnin shumë të madhe, edhe jam shumë krenare, për arsye se jam rritë që rritet një vajzë e fshatit. Edhe qysh ka qenë për ato fillimet e tua, se ti po e përmend edhe vetë qysh ka qenë prej fshatit marrë me thonë që studiu. kur kom marrë në Prishtinë si studente, shumë e kom dash drejtsinë, do me thonë nuk e kam dëgjuar në nanën, e jam marrë në drejtsi kur kom marrë në konvikt se kom njoh Prishtinën. Edhe muj me thonë që për 4 vite kom kry fakultetin tamam, në kohë e kom njoft rrugën që shumë më gjallë kujtime me autobus kur kemi zbrit këtu të Flamuri që Të rreve. me çanta në dorë, me krejt kemi banu, o duf me marrë ushqime këtu, dhe pse jemi ushqyn mes, po për racione tjera me veti, ka qenë rruga, do me thonë autobus ku na ka lanimit Prishtinës, konvikt ku kom banu, në fakultet juridik, bibliotek. Që kjo rruga ka qenë. Edhe besam që kur je martu, ja këmsu, se je martu ofër, më karo ofër konvikt. Nuk e shku largë. Kishtë qenë fati e magimi, edhe shumë më zgjën nostalgji, dhe me thonë, edhe kur kalej edhe konvikte, edhe kur shkoj ka fakulteti, edhe biblioteka kombëtare, dhe me thonë, edhe sot është ajo ndjenja që kur ti zakonisht tash po bëhen promovimet librave dhe unë ftojnë, të që shumë kapa ajo adrenalina, më kapa ajo nostalgjia, se kemi mësu shumë me pasion. Tash trit kjo digitalja, pak i ka... E ka rëmby, E dyqysh. ka rëmby, natyrisht, dhe me thonë, për neve ka qenë shumë pasion, ka qenë knatësi, për shkak se biblioteka jonë kombëtare ka qenë shumë e pajisur me libra, me krejt. Edhe pse, unë drejtsinë e kam kry në afat, dhe me thonë, mirë po, kohër, kur kam qenë studente, për shembull letërsinë. Kom studiu, muj me thonë që kena pas probleme vajzat letërsisë, kur kanë orë në dhomë më nejtë, sepse ata nështë ishin të mësuat burimet e para, e të tjere, gjuhë Shqipe, ndërsa unë në atë kohë lexoja Çabejrë, dhe sot gjuhën Shqipe du, po mande edhe tjera, se do me thonë, thash, universiteti jonë, shkolla jonë ka qenë pasion, sa që njëherë, një moment, Azdrini ti duhet një këshill, sa po dul avokat, edhe e ka dorë 25 vjeçar, edhe i duhet një këshill. Edhe unë i thëm, nuk është ashtu, po është kështu. Edhe se është interpretimi është shkencën e vete, po e shef se kur tash te ky vendimi gjykatës kushtetuese i fundit, dalin krejt juristat flasin e interpretojnë mënyrën e vet. Edhe unë i thëm me telefon Azdran, i thëm jo kështu është. Edhe ai mandej edhe kështu kishte dalë me vendim. Edhe mandej më thot, mam, po ti me këtë natyrë nuk mirësh. I thëm, e majnë mend, kur e kam kry fakultetin, sa i binte, atëri binte 36 vite. Dhe me thonë, nuk ka qenë thjesht me dalë para profesorave. Po edhe tjetër, ka qenë vetë sistemi atërri që të ka detyru me mësu. Këta ja tregoj këtrive. Pse? Kemi pas këtë Universitet Prishtinës, e kemi pas legjiratat prej orës 8 mëngjes deri ora 19 me profesora. Prej orës 4 deri ora 8 mramje, do me thonë, prej 4 deri 6, prej 6 deri 8, kemi pas ushtrim që atësoj legjirate nga asistentat. Kështu që kam mjaftuti veç me shku, veç me indëgju, mas dite me shku me ushtru. Konvikt kushtet kanë qenë, çfarë kanë qenë, por ne kemi arë prej fshatit edhe na ka duk parajs këto. Kështu që, sepse, o ditë misioni pse kemi arë. Nuk kemi arë më knaqë, nuk kemi arë me kriju luks, kemi arë me përfundu diçka, do me thonë një profesion, i cili do të hapë rrugën për me tutje.
E përmenden që kur keni ardhur nuk e keni mendu si lëks, po keni ardhur për me arrit diçka, për me bë diçka. A mendon që sot kuadrët e reja ardhin në Prishtinë e shohin sikur tash po dalë me jetu në vete, po shkoj po jetoj në për kuadrët Prishtinë? të reja, po them edhe për në Prishtinë, edhe për të rinjët, domethënë, normale dhe nuk kënaqen me komoditetin që e kanë, për fatin e mirë. Tash imagjinon kohën time kemi banu 4 vajza me një dhomë. Që tash çfarë kënaqësie se me ato shoqet e dhomës, imagjino bënën 40 vite, ne ende jemi shoqe, ende mi tash me familje. Madje shoqja ime Ardiana është në Amerikë edhe më thiri para 2 ditë tha çka po ke dëshirë me të pru. I thash gjithat i kam, po me një kusht unë me ta pagu. Tha edhe kishte dalë për mu, me shiqu dhe me thonë diçka me mpru. Nuk o puna, po duket sikur po ta bjen Ameriken. Edhe jenë dhe momente që shoqja, aq ta plotson jetën, aq të përmbush, sa që sepse ti e ndin veten sikur kjo ka kriju konvikti. Pikërisht ato kushtet jo të mira. Dhe me thonë, unë pikërisht shoqet e konviktit tash jam me shoqet të cilat nuk shkëputen për 40 vite, shembull. Edhe shoqen tjetër e kam është në Suedi, tash është ajo. Mësuesi atje me profesion kemi banu 4 vite dhe sa herë vjen ajo, unë ja harruj kohën me kënaqësi, me dashni, edhe ajo ka qenë vajza e sretit, vajzë ledhatume, e rritën kushtet mira, edhe mandej unë në shembull gjithmonë dyqyshe kom lujt rolin pa u bo vjerë, edhe ja bësha rendin për me fshi dhomën konvikt. Edhe ajo shumë e ledhatume në familje, po e respekton të renin. Pas tash ka qenë frikë, jemi knaqë të qesha, edhe tash ajo, për shembull ma bëjke që vjerë e kryta rendin, edhe tash po flej. Edhe shumë interesant, 3-4 shoqe kemi diplomu për një det, për një datë. Dhe me thonë, kjo shoqja që e përmenda, Shuke, Flora tash është prokurore, edhe një shoqe tjetër Vjolca, madje një shoqe e kemi që jam shoqe tash e ngusht me ta, Arbresha është prokurore speciale, ajo ka hyrë moshën 5 vjeçare në shkollë, mandej ka kryer moshën para fakultetin, edhe tash jemi shoqe për 40 vite, jemi bonan, jemi bo gjyshe kret, po për shembull unë atë shumë e du mënyrë sinqert atë, sa që ende dyqysh më duket si një vojzë e jam një e vogël. Pse i ka 3-4 vite ma pak se na, edhe shumë krenona me suksesin e shoqeve të mija. Mos harroj me përdorë edhe Gjylen, që në thili drëndafile, edhe ajo ka qenë momenti, këtu prap të avokati e këmërujt. Ajo kur ja kanë caktu dhomën konvikt, që tash jem shumë shoqet në gushta, s'dojmë i kur. Kur ja kanë caktu dhomën konvikt, ja kanë zonë një vojzë që s'ka qenë të banu aty. Edhe ajo kur erdhë, e drojton, 2 vjetë meri se unë vinte për herë të parë në konvikt, edhe unë i thash, kjo rëmari është yti. Edhe ajo i pa tesha të aty, edhe unë e pa 1, pa 2 e mora ja jeka, sot asë e dite nuk foli me që ato që e kanë zonë kësaj, po i kam shoqe me këtë tjetërën, se zdi instinktivisht, kjo është diçka nështë edhe e litur. Unë e kam dëshirë dhe ndosma kur shkoj shembull, të që shkom qef mi ndimu, mi rahatu, me shku marë, edhe nëse unë jam aty më eftura, më e lartë tani atë kuptim, për shkak se nuk di pse njerëzit kanë komplekse, nuk di pse njerëzit kanë atë shumë egoizëm. Pse menon që kanë kompleks njerë? Pse vujnë prej komplekseve të ndryshme? Nuk kam dëshirë çdo tasëm që më ftojnë, pavarësisht çfarë e kam, pak ma të lartë, ma të gonë, unë kam dërsirë mundësisht kur ti ndërë të valzu, mundësisht e lumëtër, sepse ajo është aji një koqiri që po e marton djallin apo vajzen, aji po shpenzan edhe pither njerëz më të doshën, edhe po të nderan. E linë pyetja, pse ti mos me bu që ja i më gëzu dhe ma shumë. Ta nuk e kuptaj. Po më intereson sa del ko, pra se mas i përmend dhe darsma, dhe po të më të pyet sa del ko me shku në për darsma, në për kanal gjegja, dhe sa i dënë kështë. 7 orë gjëmë sa i bojna 6 tjetra është krejt ko. Nëse do. Shumë po më pëlqen. Bile nata ime, më thëtë, unë do me thonë me ndodhë me më thirë, veç është i dore në tavolin, pavarësisht çfarë peshet gjykimit kam, veç e shkujt e kam trujton, jam një gjykim shkruaj porosin. Edhe ajo thot që me thot, më rënda sekundit po ma këten, se mjeri është sada. Po njerëzve zdi, ju ka kriju një farë, ju mjafton vetvetja, ju mjafton telefoni, nuk ka nevoj për tjetër mirë, po kam edhe në momente që duke dhonë gjithë nga vetja, duke dhonë dashni, të kontribut, të mënumi ndimu njerëzve, edhe kur e shë që nuk ka pesh, nuk je fort e rëndësishme për ata, ka momente që qatë shumë thejëm, sa nuk bëhet. Mirë po, prapë se prapë thëmë,
prapë se prapë, thëmë, unë nuk mund të ndryshoj këtë identitet çfarë e ka. Sa është e vështirë në këtë botë kaq të egër, nëse muna me qujtë kështu, më ka njëri i drejtë. Do të thonë të pas parasysh që nështë qatë shmirë sillesh me njerëz, qatë afër i gjindesh, sa që me një moment kur ty të vynë mas shumë të ti veç që nuk e ki kërkan. Kjo të shpruse, më ka ndodhur dhe shpesh, ju kërkon, po për marrë një shembull, Këta për cilë të bënë e të fjallë, se familjarë të kohën i kemë. Para 7-8 viteve, ku pas një sfidë madhe shëndetësore. Edhe në atë sfidën e madhe shëndetësore, njerëz në cilët kom investu shumë, kanë bërë shumë, kanë zhduk. Për shkak se kanë mendu që kjo smundja dhe do me thone pas na pas, që s'pas na pas, as një vlerë për ta. Nonën tjetër mu kanë paraqit njerëz që i ka një përshëndetje kom pas, që kanë ditë me më dhonë tashni. Edhe mandej, të falenderoj Zotin, edhe doktorët, që sot jo mirje me ty, ma dje shej me njoje, kur kam shku disa vite dhe mjekët më thanë mirje, shumë, më së shqeca, e kom bu një nej, edhe i kom thirë krejt njerëzit të cilët më kanë përkra. Në mesin e ty në kanë qenë edhe mjekët, për shkak se kanë qenë vetëm gra, disa kanë ardhë, disa s'kanë ardhë, për arsye se për shembull edhe ato motra, edhe ato doktoresha, kur me gjithat mirësjellit kanë trajtu, të një moment e ke po që njëtën tone, ka ardhë një njeri për dhërën dashni ka që të madhe. Mirë për nanën tjetër ka pas raste që kam investu shumë, për një herë në zhdu. Edhe natyrisht në do të shprim. A ke pas, ose a ki naj fjallë, ose një mesazh për qata që nashta, bashkë qata që ti ke menu që ki me pas nga të vetit, vish nuk i ke pas. Edhe për cilit u konë që ti e ke marrë nashta thyrmje në matë madhe që pse bashkë shiton nuk i pata se për këti e kom për. Dëgjëm, unë mendoj që ta kesh një njeri në rrethin tënd jetësor, që ajo pasuria. Nuk ka pasuria materiale. Për shkak se nuk po du me rikujtu smundjen se jam mirë, falenderoj Zotin, po e shef një moment që nuk të kryen punë parja, nuk të kryen punë luksi, nuk të kryen punë fama, vetëm të kryen punë nëse ti e ke gëzu t'i ka, nëse ti dikuj ke bu mirë, nëse dikush lutet për ty. Edhe tash, dhe me thonë, kum pas kohë në sfidë, edhe me mendu, dhe me thonë që sa mirë qenë ka, edhe une, jo që e kom ndryshu, po për kundrazi e kam rrit 100%, për shkak se jeta ime shumë e fatë, që ka qenë ai moment shumë i rëndë për mu, edhe pse kalu mi harruma, dhe me thonë, me qenë se jam mirë, s'po du me mendu, po nanën tjetër i kom eliminu njerëzit të cilët pas kanë qenë, dhe me thonë, njerëz hipokrit, njerëz të cilët nuk pe di pse që kanë afru, i kanë arsyet e veta. Në ato momente, asë nësë po du me përmena temën, mas i veç smundja e kështu, po më intereson me ditë cilat kanë qenë mendimet që të ka shku në për koka, së kohë ke qenë edhe nanë. Po nanë, kom qenë edhe vjeherë. Kush janë konë njerës që ke menu për ta gjatë që se kohë? Mas shumë tja. Po. Mas shumë t'i ku mendu për, natyrisht për fëmijët, për arsye se nona fëmijët i do ma shumë se vetën. Natyrisht, kom djedhembje edhe për bashkëshortin, për shkak se kom mendu që nështë ai mund të më zavendësën, por e kom di që jetën s'do ta ketë mua, si që ka me mu. Po pika me adopt ka qenë vajza ime në Gjallusha, në atë ku ka qenë 15 vjeqe, tash është rrit, po për të tjeret, natyrisht se di familja, vllaznia, motrat, ata nipat, mbesat, ata është ai kodi gjenetik që vepran, dhe me thonë, po s'di gjithë, dhe me thonë, përfshi edhe shqecimin e vjerrive të me që kam pas e vjerës në atë ku ka qenë, përfshi shqecimin edhe familjes bashkëshortit edhe familjes tem, po ja që e falenderoj Zotin, sot jo mirë, dhe jam ko mendu gjithmonë, kom pas mendim pozitiv për njerëz, po prej asaj kohë jam krejt tjetër, dhe me thonë, shumë mendoj mirë, mundona çdo moment që të ndihmoj të tjerët, edhe kom frikë me një fjalë, mos po e lëndoj dikon, për shkak se jeta është e tillë. Ti e përmend agimin, edhe nuk ka intervistë që nuk e përmend agimin, kështu që asë nësë muna pa ta përmend agimin. Kështu që po më intereson me ditë se në ditë sotit është shumë e rëndësishme me pas një njeri që të flet për martesën se qysh flet ti. Kështu që jam ka du me të pyet, qysh o kona e njohja me agimin, ato fillimet e juja? Njohja me agimin ka qenë shok i vllatim. E kanë kryer atë kohë shërbim në ushtarak, edhe ky ka ardhur
kur unë kam qenë fillorist në familjen tonë, ka është si shok i vllaut. Madje vllau shpeshherë i ka propozu vajza, për arsye se unë dhe Agimi kemi diferencë moshë 8 vite. Okej. Mandej e kam kry shkollën e mesme, kam marrë studime këto, edhe kur kom ardhur në studime, konvikti është shumë afër shtëpisë ku e kem, se nana këtash tash e kem shtëpinë. Okej. Edhe mu nana Agimit më kaftu shpeshherë në shtëpi, më kaftu në drekë, më kaftu si motra shoku djalit. Okej. Madje Agimi e ka luajtur edhe rolin e mësuesit me mu. Oho. Po, do me thonë të më këshillue, të më përkra krejt, edhe madje dal nga dal, nuk kom pas lidhja, dhe si studente, do me thonë, vetëm ka fundi, ke fati edhe ky i qytetit, pak ndryshim kulturash, ndryshim mendësis, edhe unë i thash Agim, na nuk kem nevojë, tha duhet njifemi, thash kem nevojë në njifemi. Dashti Zoti u feju, mu martu, kemi 3 fëmijë. Agimi është artist, edhe t'jesh vetëm ata gratë ose burra që jetojnë me artista e din, jenë pak ma ndryshe. Këto deshta me kalu edhe one, është e nevojshme me pas burrin e profesionit njëjtë, ose partnerin e profesionit njëjtë, ose do me kohë dy polje të ndryshme? Dashuria është kimi. Okej. Dhe me thonë është formullë kimike, qyshe e kop, edhe para, e shfryzoj këtë emision, mos me ndonë asë një djallë, ose asë një vajzë që kom e gjetë partnerin ideal. Për shkak se nuk jenë persosën. Mirë po, në martesë, kur hënë, loj nuk ka. Këthej mra pas ka. Për arsye se në moment kur lidhet martesa, vinë fëmijët. Atëherë duhet një përshtatje. Kështu që unë vazhdimisht në çdo emision e përmendi ato për arsye se kam shumë zgjidhje martesës që vinë zyrën time. Është një thënie popullore, thojnë më mirë një fund i dëmshëm se një dëmbe pafund. Prandaj është më mirë nëse nuk shkon, me u shkput, me u shkurrëzu, edhe me vazhdu jetën, se sa me përfundu, si që kanë përfundu shumë raste mënyrë tragjike, shumë grave janë vra, mirë po aty ku ka mundësi, aty duhet rruhet. Unë e përshtatjen e kom pas mjaft vështirë me Agimin. Pse? Çka Për shkak se kem shumë sene që nuk na kanë afru. Do me thonë, për shembull, që një detaj i vogël. Unë jam shumë qeflike, unë jam shumë aktive, unë shumë moj lidhje me njerëz, me krejt, me familje, me krejt. Agimi është ma i tërjekun, ma zotnin atë kuptim. E mirë the ma herët, ky i qytetit. Nuk e di, edhe mirë po, ky o përshtat, do me thonë, ka pas shumë i kuptim. Për shembull muzikën këtë ndryshe e ka dëgjan e dani pëlqen, në krahasim me mu. Kur në jetën e vetë për 36 vite, ai nuk ka thonë, po më nervozon që kjo këngë që ty po të pëlqen. E ka pranu rrethin tim ashtu çfarë është. Si që kom pranu unë edhe ma mirë rrethin e ti, edhe si që kom afru dashurin mesin ku jam në familjen e Agimit, se familjen e vetë e do gjithkosh. Normal. Po duhet njeri ta ketë zemrën e gjanë, edhe te kuptoj që i fati i femna vash që ta ndryshojnë vendbanimin, të shkojnë familjet burrit edhe dosht mi dosht ata njerëz. Sepse ata fëmijë tonë do ta kenë biemrin e tyne. Ata fëmijë do të ndihen familja e gjakut asaj familje. Prandaj pse më dhurojnë dashuri. Agimi është më i tërheqët, është më fjalë pakët. Unë jam, do me thonë, pak më shumë flas, më shumë shprehem, bile ka njerë lodhet, adhe në shtu më thot, a fillove me telefonata, se s'di që s'lodhet edhe kjo lajmet, se të fillojnë për orës 5, deri ora 9, krejt lajmet, krejt do të më dëgju, me qetësi edhe, une ku kam durim që ta të orë me prit, edhe shpesherë më thot, po ku pe merë bërë këtë energji, unë e thëmë, po qëfar energji, bre që shpëfulli me ty, i thiri familjen, shoqet, miket, shpesherë natyrisht edhe profesioni jonë është 24 orë, është gjithmonë i lidhur me klientin. Te avokate, Agimi artist, ku e keni atë pikën e përbashkët kështu? Pika është pika dashurisë, pika përpjekjes për familje, pika e mirëkuptimit ndaj një tjetrit. Me një fjalë, do me thonë 36 vite martesi bëj me 8 korrik, ne jemi shkri në njëri tjetrin. Natyrisht edhe pse ende i ka ato, po çdo burr i ka, do me thonë burri njihet burr dhe i ka atë shpesher ndonjëherë edhe krekoset para tjerëve adin. Edhe thoton e kështu adin, do me thonë që e ku majt në atë kuptim zoti shpis jam konë. Edhe unë jam bëj Agim kujdes, se unë e kum kalu me lehtësi, nështë pse ka qenë edukata ime që ashtu prej ka ku mardh, edhe jam, muj me thonë, jam shumë gruepasër.
për arsye se kam bashortin, e falenderoj Zotin, më ka beku me 3 fëmijë, i kemi 2 reja, i kemi 3 nipa, 3 mesa, që janë mjalti i jetës tonë. Është kënaqësia më e madhe sepse jeta është shumë dinamike. Edhe ti që është mëngjes, nështë shumë i të në prind, po që nëziton ka puna, ka ndërtimi i jetës tënde, edhe kurse na kur të arrin një kohë njeri, që kemi arrit në gjithat, ne kemi nevojë vetëm për këtë dashuni. Dashuni na japin fëmijët këtë, po sot i japin nipat e mesat, sa që i kemi 2 të vogël, Zana është 1 vjeçe, edhe Maliku është 1 vjet e 3 muaj, si të na shohin hajde, sa që i thëmë i gjenit në zyre, ma pruni Zanën për dje, edhe Malikun tha nusja mere se s'mundojke, po shumë i rani, shnush i madh, i thash Agimit, hajde mere mërë, thash këtë fryme ma ndosh shkallë të që. Edhe thash dë mëngjes, dhe me thonë, na thim telefonon, nusja, do të me po na 5 minuta, nuset, do të me po fëmit na, edhe në mbrëmje knatësit, shtunë e vdilev, se krejt po punojnë, në mëngjes, qonë krejt fëmija në përkopshte, djemë të më punë, vajza më punë, nuset më punë, kështu që tash të shtu në ndilën jemi bo dhe nasim përëndim, shium krete, a hojmë një mëngjes përbashkët, ose një drejk, ose një dark. Po më intereson me ditë, tonë kohën thojnë që mandej dashuria që e ki për fëmijët ka lënë të nipat edhe të mbesat. Sa është e vërtet kjo? Jo, dashunia për fëmijë është dashuni për fëmijët anë jetën. Ata dhe pse janë rritën e martohen e, si që kom rastin e djemëve të me që janë bo babalar 3 fëmijëve, dërsa në Gjëllusha ende nuk është martu. Ata janë fëmijët e tu, ata janë pështilë si zamrës tonë, edhe janë gjithmonë fëmijë. Prandaj e përdori këtë emision t'juvin, kush i ka prindin qallë, nanë e bablum ata prindin në një mosh nuk do në asgja në kupet me kretë. Mjafton mi thonë djali, vajza mirë mëngjes, mjafton mi thonë të dua, mjafton mi thonë ja ku më këj mua. Kjo është, ku edhe në aspektin fetar edhe gjeneti paroj, sa është edhe të konë të nanës e të prind. Kështu që në këtë drejtim unë jam shumë e bekume për të madhe të zëtë. Sa që mi gjeni shemë në telefon, kërë më thirë në puna, këtë jam, a i mamë, shpirti e më thirë, imagina. As dreni është avokat, takon për la drejtësis, na bashketoj me një shpi, me një zyre jena, të krejt, edhe unë zakonisht bëj kapela, në ashtë të më keponë fotografi. A i ma he kapelin edhe i gjatë, mi puth flakt, mi puth dur. Për në Gjëllushën s'kam që ka me thonë. Ajo shkrijet është, di që vajzat bojnë për nanë shumë, pa ajo teper është e jashtë zakonshme. E teper është teper që ka banë për ne. A mendon që kjo dashuria prend fëmi, po për cilat edhe në ditët e sot me haljo? Unë këtu mendoj që shumë kanë rëllë vetë prindrit. Për arsye se prindrit i dojnë fëmijët. Fëmija duhet ma shumë se vetja jote. Mirë po shpesh erë ka raste që prindrit nuk din me shprej. Shumë i dojnë, nuk din me shprej, edhe dojnë, nështë ta kjo është me shprejur të babalart, edhe dojnë me mojt atë krenarin që na jena babat, babalare, do me thonë, edhe fëmijët gjithmonë kanë obligim për ta. Unë e mendoj që, do me thonë, dërisa kretë pëse Zoti ka kriju këtë raport kështu, do me thonë, për me funksionu jeta, qaj rotacioni që thash, do me thonë, tash për shembull unë i du fëmijët e me ma shumë se jetën time. Tash fëmijët e me kanë fëmijët e vetë, që është normale dhe logjike që i dojnë ma shumë se jetën e vetë. Edhe dashunit janë të ndome, na nuk kena që ka mushty me fëmijë. Për shembull ti pe don gruan ma shumë, ti pe do burrin ma shumë, ti s'po gjon ku për neve, ti s'po të bjen men për neve, për shkak se ka dinamik tjetës. Punojnë, vrapojnë gjithë mas punës. Shkojnë i presin fëmijë që po i bajnë mallë edhe fëmijët e vetë. Raporti me gru nuk është vjerrive me i liftu djemt ose qikat pëse kiti raport. Nëse kalon a i mirë me gru edhe ata harmonizojnë jetën e tyne, nuk është e thonën që ti fëmija është ka të harrën kënej. Po, pse menon që shumica e nanave, dhe më tha vjehrave ose vjehrive, e menojnë që momentin që lidhe djali me grunë e vetë ose martohetun, ata është në harroj neve. Po si, unë e kam bisedu se tash mës të përmeni këto çdojnë. Unë e kështu shoh, dashnit janë Zoti kalon, janë të ndame. Kur je vogël e do nanën në ekstrem, babën, motrën vlla, dal nga dalë, si shumë ka do dhe mu, më ka linë dashuria për një person që se kum njoft, se kum pas kur gjë, ose i ndodh personit e dashuron një person. E kalon kështë Zoti është. Edhe martohet me ta. Ma dje, krijohet raport tjetër. Ma ndej edhe atyri u linë fëmija. Ata ma ndej, do me thonë, çdo gjë bojnë për mi rritë fëmijët, ruhen, mos po bojnë diçka keq. Kjo është zinxhiri.
Prandaj na nuk do të, unë mendoj kështu, nuk do t'i ngulfatim fëmijët, edhe t'i themi juve mendjen do ta keni 100% vetëm te ne. Na du t'i kuptojmë se ata vëmendjen e kanë. Bile shpesher flitet se djemt nuk bojnë shumë për nona. Vajzat din me reflektu. Djemt bojnë shumë. Unë i shoh edhe në për filma, për shembull, rastet kur martohen babat për së dyti. Djemt në heshtje shumë i bojkotojnë. A vajzat e shprehin kështu. Prandaj, domethënë nuk do të na me javë luftu në ndjenjen. Na do të mos më bëj egoista. Sikur ne që kemi dasht burrat, ose burrat gratë, edhe prind nuk do të me harru që edhe ata jenë martu qështu. Edhe prind nuk do të me harru që nështë tanë kohënit, për shembull dhe nuk do të me harru që nështë tanë kohën time, edhe vjerëm ja e me, ndoshta ka shprej pak nacije se ju ka duk si kur agimi për bërë shumë për mu. Po kjo nuk është që po e bën se ti je me ju dhimball. Po kjo për shkak se dy bashkëshort janë binar, mbi cilët kalon treni jetës. Ata janë binar. Ata nëse janë të dy të martesë, ata ashtu do të funksionojnë. E përmende vjerën edhe po du me ta bo një pyetje, qështë ka prit ajo edhe a ke përcjell në sen të rejat e tua në ndaj për kanal? Nuk besoj që ka vjeher që e dënë rinë për me marë për djallë më spari, si kur vjera ime edhe sa shumë më ka dashtë si kur vjera im. Atë shumë më ka dashtë vjera im sa që një ko, a di kanë qenë ato setrat e plagjëve, kështu si të forta, a i ma ka majtë fotën. Une nuk di sa ja kam këthy, sepse nëse foli për vetje, nështë ta mund të humbi dhe vlerën që e kam, po vish një sekuencë, për ta të regojnë në raport me vjeri. Une, baba më kalon moshën 2 vjeçare, nuk kam thirë kur babë. Vjerin, kur babë s'kam thirë. E kom thirë babë, edhe vjeri u konë prej një fshatit. E kom pas një farë aliance me ta në heshtje, se këta në qytet. Jënë rritë e kretë, edhe shpeshere që qaqajnë, unë bikej malli qefi Glavicës, edhe mërsha një reshu atje në bërë, edhe ja bëjsha, baba, dalëm ishna 2 katonor pina qaj. Në fakt pishëm kretë. Po do me thonë, desha me knaqë vjerin. Ma dje, kur ka vdekaj, edhe u majtë e pamja burat të djali madhë të na, e gratë të kunati, me cilët ka qenaj të Hasani, edhe një moment kur kum shku aty ishin dalë do të fshatit, a i vjeri është kani një fshatit, të Lipjanit, disa të vjetër, edhe ishin dalë për pinë, për flasë, për një periudhë kohore para 20 vjetë, se tash është shumë regull që nuk për pinë duan brenda, edhe ata ishin dalë për pinë duan në koridor. Edhe une kur kum shku të burat, kum shku shkallve, edhe ju kum thonë, qka jeni të bu këtu a gjaj smet? Familjari vjeri tem. Tha jo, dër kjo shpije. Thash, po këtë shpi, këtë tokë, shpinë e kemi ndërtu ne, po këtë pasunina i kalon baba. Thash, edhe ju një familjar të babës. Edhe ju thash, sa atër 7 dit e kemi majtë pamen. Ju kini me pi cigare, ju kini më knaqë. Ajo kishin ardhë me pa, natyrisht. Po jo mu një ata të rezervum. Ajo në mëre njerëzit normal, ja len gjithat pasuri, vjera, pritojnë 3 dit me prit njerëzit shpe. Une këtu nuk di ku ka shku shoqëria kosovare. Për qëta po du me... Me vjerën, tejet raport të mirë. Tejet, vjera ime, mas pare ka qenë modeli vjerës më të mirë, që egzistan. Mi ka këqyrë fëmit shumë, ka trajtu si vajzë vetën, po ka qenë shumë përparimtare. Vjera ime ka qenë prej Sarajevës. Ka qenë shumë përparimtare. Edhe unë do me thonë, mësë jo martu, kam qenë diplomume, punësume, edhe në atë ku e kom pas të registru me magistraturën, para luftës. Edhe ja kom lanë vjerës 2 fëmit, kom shku në ligjerata. Ajo, jo që ka hezitu me mi këqyrë fëmit, ka thonë shiko, ajo ka folë edhe gjuhën shqipe, shumë shqip do me thonë. Fjalla vjen pijameve, kus ju ka thonë pijame, ju ka thonë tishat e natës, ose i ka thonë këmisha pjetjes. Edhe ajo më ka thonë, jo, thotë, nana, unë jam anvise, po ty s'du me të pa. Ty du me të pa gjithë konë, sepse besoj edhe kitë karierë, edhe kitë përkraje që ma ka dhonë agimi, është edhe forca që ka dhonë familja, edhe gjithë familja bëty që. Edhe tash vjera ime ka dek 78 vjetë, për me kuptu rolin e saj, ka qenë kur mu nana vdiq ma heret. Edhe kur vdiq nana, ajo ka di që një kumë pas një lidhje tejet madhe, sepse kisha nën dhe baba, se 2 vjetë që më kalo baba. Edhe më tha Fehmije, thash, qka nën?
Tha më së më thirë më nanë. Thash pse? Se unë nanë e kom thirë nanë tem. Tha se shumë e ke dashti gjenasë. Thash oj nanë, nanat i dojnë krejt vajzat. Edhe vajzem ka nga mu shumë është e lidhën me mua në gjëllusha. Ku vazhdu edhe kam thirë nanë me këtë shpirtin. Plus asaj, a i bu në 78 vjetë vishka qenë domë. Shumë, e majtën, e bukur. Edhe tash ajo e përdër ke shpesher jem plak. Besot që nuk dojsha mu pajtu që ajo plak për arsye, si të mos e kuptova këta, kur vdish nana u lidha dhe ma shumë ata. Atë shumë kujdes ajo për musat që ka ndodhur gjatë ditës, edhe djemët, edhe kunati, edhe burri, edhe kritë kemi dalë me vetura. Po derisa ku më ardhon, ajo ka një dritare. Amriti, po shkon larg, edhe kur vesha thike u shlirova. Po pse i nana thesha, s'po preokuposh për ta tjetë, jo, thike këta burra janë ndryshe din ka kerët nana. E kam një sert, mu pëlqen shumë muzika popullore, më pëlqen jashtëmose. Që ata e pas ke qife dhe dashma për më duket. Shumë, e kam shëritën, unë pëlqen shumë vokali, muzikori, Motra Mustafa shumë. Edhe një moment, unë atër me CD ka qenë edhe kisha me shku në Dubravë. S'kishte kohë kërkush me ardhë me mu, sepse në rrugët e gjata zakonisht shkojmë me hagime, në shpytë të brastir edhe shkojmë, edhe krym punë, edhe hajmë një drekë, edhe shëtisim bashkë. Edhe jem shku vetë në Dubravë. Dubrava shumë largë, me palë burgosurit, shumë largë Dubrava. Edhe ajo ka thonë, ku për mu shku fejma veç vetë në Dubravë. Edhe ky djali jam i madhe, shakagjia ka bu. Jo, i nani ka motrat me veti. A i ka thonë motrat me të kuptim që kenë nga motrat Mustafa, muzike, na vëdën. Kur ajo, kur erdha, tha, po mirë kishe bo, thash pse, tha që i kishe marë motrat të të. Jo, i nani, Nuk e shku vetë. thash vas drenim ka thonë për motrat Mustafa. Edhe ka ndodhë shpesher, për shamull ku pas më shkum Prizren, e kum pas një gjykim të shkurt, edhe i ku marrë vjerrin me veti, i kum lanë dikon me një qebaktore, me një embelstiore, me një krejt, edhe rreshin aty, ka pi cigare vjera, edhe thesha lanë shumë shkurt e kam. Po jo që i kem që u knaqëm për shumë. E vjerin, njëherë, e mora në Mitrovic. Vjera nuk di, nuk jo bo më ardhë, edhe tu këthy, i përmenin do që babat mirë në vushtëri, edhe kjo është shoqja e më gjurësimi jam të regoj, kisha punë edhe aty diqka edhe qova thash, bab, pritëm që të në qebaktore, vish ko me i 2 minuta në gjukat, po qaq brej, 84 vjetë ka vdek vjere, ishte udhëtimit i fundit me ta, qaq u knaq, edhe ma di kënë shik e thike kursi më konë, Mitrovice dhe në vushtëri. Qaq ishte me njës, a bëden, thike kursi më konë. Pra ndaj edhe fmite me në rritani me dashuri shumë, se unë mendoj që fmija që rriten pranë gjyshërve, rriten ma të sigurt, buon ma dashur me rrithin, janë më komunikativ, sepse dashuria më pakosht në këtë botë është dashuria e gjyshit për nipa dhe mbisa. Për shumë tema kom që ka të foli. Po, a përvrin që vish për nalë apos nga edhe nuk po bëja as pyetje, po të lame me krejt këtë dashuri që po e të regon për bashkëshortin, për djemë, për fmit, për vjerën, për vjerin, për nuset, për nuset, edhe për nuset, po. Tash mos të ladi nuset tonë, ashtu i përmend kesh. Shumë dashuni e madhe. Çfarë raporti kemi to, sa shpesh bje më taku, sa shpesh i bje me pi kafe bashkë, nashta dhe çaj në herë nuk ju thojnë tani ka punon. Tash nuset, njëna është juriste, punon me Asdrejnë e Zyre. Po. Tash është në pushim të lindjes, edhe nusja tjetër është mësuse. E tash aja ka mësimin mas dite, unë vish para dite dalë, shihemi në mëngjes, se jena me një shpi, ajo është një katë ma poshtë, zakonisht hinë shpejtësisht, i kryti shëtë fmit, e përqafi mirë mëngjes, ose hinë ajo të na. Ma dje ajo shkën punë, ma dje më varit, ato jënë shumë angarkume, se këthejnë prej punës, fmit prej shkollës, prej kopshtit, fmit e vogël. Kështu që unë shpesherë dhe me thonë, provoj me ndimu në atë mënyrën time, po jo sa bojnë vjera tjera, për arsye se unë edhe nuk du me marrë rolin që unë jam këtu shefi gjithmonë. Sepse ato tash kanë kriju familje me djemë të me, kanë jënë të rritë fmi, i kanë përgjësit prindrore, edhe jam jashtë mi dashtë fmit. Nuk e marrë rolin 2 herë nëntë jem, si që marrin dhe vjera. Kum pas edhe në intervista tjera, kom diskutu këta dhe e kom pas që më kanë shkru aty, kërën kupton që ti je një vjerë, do me thonën, bile Dembele ma këshën shkru. Unë nuk jam një vjerë Dembele, unë normal jam shpesher ju thëmë
E po nuset e mia kështu, fati ju që keni një vjerë avokate, edhe pse ato janë shumë të lumtur edhe krenare. Madje jam shumë e lumtur me to se në për intervistat e mia shpeshherë më tregojnë, thonë, o mam, na kanë thonë shoqet është qashtu ajo vjera ju që shpo thët, i kena thonë po vëlla, qashtu ajo nuk ka ndryshe. Po një për ju thamë përmes këti emisioni. Tash të dosh me Kushdo thonë që kesh. bëhet nuse. Po. Reja duhet mas fëmijëve ta. Jo sa fëmijët. Nipi e mesa duhen në rang të fëmijëve tu. Po reja nuk tu sa fëmijët. Sepse reja një moment nervozon edhe shet që nuk e dënë sa fëmijët e tu. Po bindu që kanë rol për vjerri edhe duhen mas fëmijëve. A di shambu do në me pas ato një ftofje, një grep, një diçka, a di sa preokupum, ide nuk e ki. Dhe me thonë është dashuni. Pse? Sepse ato tash ma kanë luksu shpin, ma kanë hishu shpin, ma kanë shtu shpin, a pse s'far roli kanë ato. Çka ju kishe thonë Dërsa të dhondri, vajzën e kom të fejume, Ai, inshallah veç bëhet rahat. kjo është të gjëllusha, ajo është të Se gjëllu çikën nuk e Të paramendon. dhondri është, një dhondri mirë, është një djali i fituar. Një dhondri keq, është një vajzë e humbur. Mirë po, unë për korektësi, çdo herë dhondri jam sa herë që vjen, i fejuar i vajzës, unë i thëm Angel, këshillat e të sfem është gjithmonë i ke prindrit, motrën, ma të vajzën time. Do me thonë, nuk më pëlqen ato gratë që pretendojnë në moment kër e kryojnë lidhjen, ose në moment që martohen, mënyrë shtypse ta fitojnë rolin. Rolin e fiton ti dal nga tal. Rolin tën në familje ti e bën me dashuni. Rolin tën e manifeston me mirësjellje. Rolin tën familje kur ja zgjat dorën. Rolin tën për me dasht mendoj, e bën kur ato ose ata llogarisin që e kanë diken që mund nesër t'ja zgjasin dorën. Me tënë këtë dashuri që po flet, do me thonë për raportet familjare, për çiftet, pse tënë këto ndarje në Kosovë? Çka po ndodh me neve? Divorce sa dush, vrasje, ka të këqësh ma. Pikrisht të zgjidhjet e martesave ku përmend edhe në raste tjera, familjet e ndërhyrën shumë. Qo familja djalit, qo familja vajzës. Edhe ndërhyrja mrapsht. Ndërhyrja shpeshher i plasarit. Unë e kom përmend vinë në zyrën time, vjen gruja, është e shqetësume, ka dhunë e tjere. Pasaj vinë kryt familja. Dhe me thonë, sa që unë detyrohu me thonë, lem me këto. Për shkak se edhe vetë jeta është peshore. Vetë jeta është peshore. Edhe tash ti du të me peshu. A është ma mirë me keqat për krajet familjes një moment që po duar tërkosin, po tojnë e ki mirë, apo nonën tjetër e ki familjen tënë të ngusht, sepse dhe ligje parashef. Familja ngusht, rënditja, do me thonë, shkallët e parat, lidhjes janë prindi, do me thonë, është babë nanë e ki një shkallë, bashkëshortin e ki një shkallë bashkëshortësisë, edhe fëmijët i ki një shkallën e parë. Apo e vrenë, edhe ligjes, janë ato të pashmangshme. Kështu që du të mi ditë njeri prioritetet një jetë. Edhe shpeshherë, ti e gjenerat e re, duhet me shiqu jetën sy. Shembull, nështë unë nuk mund t'jem një nonë që e ledhatoj nesër vajzën time, kur unë i thëmë, vesh t'i ki drejt, vesh të pëso në kam përvojën e jetës temë. Nështë ati së në imaginon që ka mendoj një 60 vjeqare. Po nana, motra, du t'a ketë edhe rolin edukativ, jo vesh të dhezë. Po nanën tjetër edhe të ana djalit. Du të me kuptu që në momenti kur e marton djalin nuk t'ka harru, ajo është i yti, ti e mbretresha e zemrës djalit, po jeta është ajo ka marrë një princesë për krah, e dënë, ka kriju fëmijë, tash e kanë kriju këtë lidhjen e jetës me te, ma dje kjo është edhe shkarkim për prind. Unë e mendoj për prind, mendoj në këtë aspektin që mjafton nusja, fjala vjen, vija trosha me ta dosh djalin, edhe me dosh zotin me ta zgjeru familjen. Tjerat vinë vetë. Edhe unë besoj që me dashuri, e ke pa dhe kofshën kur e lëmon qenin, mocën, kreta ata e lejë më njerë jo. Ma dje me kalimin e kohës,
bina ato, sepse është kriju një farë, apo nështë ka qenë gjithmonë në jetë, o kriju një farë fëtëtësie, si me paramendim i raportit vjerë ri. Po me gjitha të në prapë mendoj është prapë i mbetet vjerës që t'ja jap dorën, t'ja afroj, edhe t'pajtohet me faktin që rrota për na icë, dhe nga dale do të me lëshu vendin. Por me dashuri. Unë mu respektu gjithmonë e jetë, unë mu di që jam, do me thonë, nana e bashkëshortëve, po flasë tash përgjithësi për vjera, do me thonë, unë me qenë gjyshja, nderu me piniva për mesav, po jo me pa armike, pse armike? Cilat janë kryesisht rastet më të shpeshta që vinë për munda, për me marrë divorc? Rastet më shpeshta, edhe pse ligji mbi familjen e parashe ndër arsyet steriliteti i parë është, sepse familja krijohet për të shtu familja shumë të ralla, sepse jenë këtu farë, tash po jenë këtu mundësitë e mbarësimit artificial. Shkelja besnikrisë martesore, të gratë më burrat s'ja falin minutin, po edhe gratë, dhe më thonë ju kanë ngritë vedia dhe nuk dojnë me kalu që ato, nështë edhe kanë të drejtë edhe aty. Jema dhe jenë shumë arsye tjetra, mos marrja përgjithësisë ndaj familjes, për shembull ka persona indiferent që veç trupin e kanë shpemendjen, zoti e di ka, edhe ky drejtim, dhe më thonë, edhe shumë arsye tjera, përdorimi narkotikëve, përdorimi alkoolit, jeta e dyfisht, dhe më thonë, shpe majnë i gru, mundësisht ndonjë të dashur dikun tjetër. A ka kësi raste që vinë edhe të tregojnë se qështu është rasti, e ka një tjetër, e kam zatëm të ratu? Plot, tash, plot. Cili është një rast prej këtyne që edhe ty të ka bo mundi keq në ashta, që ke thonë, adin gjëna shkaj pas ka konë, që thënë ana? Një rast e kam pa dash me ja prek privatsin, kur një nuse ri vjen edhe shumë piklohet që burri ka gjetë dike tjetër. Po që kam ka befasu për mirë ajo nuse që ishte bashkë, dhe me thonë, me vjerën e vetë, edhe vjera shumë e përkrarte nusën. Sepse ajo kishte edhe fëmi, edhe mandej mirë, po mandej u rehabilitu situata se kanë jenë ndoshta njerëzit i kanë disa momente të liga, prandaj edhe ligjin mbi familjen, është dispozitë e veçantë ku duhet me bërë gjykata tentim pajtimin. Edhe pse këto e bëjo në zyrën tem. Madje kur shkojnë gjykatë kanë herë kur thotë a ka kushte për tu pajtu, unë kam dëshirë shumë zyrën tem me i kry këto se edhe kam përvojë, për shkak se ku ma arrit edhe të pajtu. Cili është një rast që ka arrit me pajtu në ashta që kanë ardhur deri në fund ashtu, që kanë thonë Jo që kanë ardhur deri në fund, po kanë ardhur jam frigu po vrohen me zvete, sidomos gruaja nuk lekje me fol, do me thonë mi tregu përvojat edhe mandej ai burrat folin pak ma pak, po thojnë ma shumë, edhe mandej i thom asoj qetësohu, mandej e thot çfarë avokate je ti, kanë thonë një avokate mirë, edhe unë foli ja hupi vetë një 2 ditë mira, po këto e bëj për zot kështu. Edhe mandej janë bashku, janë mirë edhe një ditë ka befasu shumë. Më kanë thirrë, ajo gruaja më ka thirrë, tha avokate më ke pas duk me tënë të lartë, më ke thonë, tha pa diçka kanë du, Se çka i the? I thash nuk ki të drejtë. Sungot, familja nuk është një tavolinë që tash ja këput komt, edhe hedh, edhe mund është pa tavolinë. Familja, është shëntëri e kësaj botës. Edhe sa interesant, mandej e kishin marrë një foto timen, tha po e mojmë dhunë fjetjes që kum qesha dit, edhe ka orë djali prej zyrës tjetër, tha që ka jetu qesh, thash, ka orë një gru shumë e nërvëzume këto në zyre, bashkë me burin, se se leke hiq me full burin, edhe e thike kum dëgju, unë i thesha, oj, e reja ishte ajo, e është një shpreje popullore, thojnë, e thëna dhe bëra ka një qanë mes, i thesha, tja ke po me sy, jo, qysh avokate, qysh ti një gru shkollume, po thua ke po, unë e kom fokte, unë e kom këto, edhe a i fuli shumë pak, do me thonë, a i personi, ka dhe raste edhe dërma banalit, e ka këqyr njënën, e ka përshëndet tjetërën, po du mu do me thonë, aty besoj që ka diçka në krizë brenda vetë personalitetit tyre, për shkak se nuk është letë me u do. Nëzëjen ata një minut, po unë ju thëmë numërën i dejnë 10 se edhe tjetra, po e përdori këtë emision. Nuk do të marru, edhe burrat edhe gratë, nuk janë gjithë të bukura. Nuk janë gjithë të forta, të fuqishme. Jeta ka shumë panjora. Jeta vol. Ajo nuk t'i sjell gjithmonë të mira, dir me t'i sjell këqijat. Shpesh herë prind partneri është shumë i rëndësishëm jetë. Cili ta qoftë. Na e përmenëm kështu kalimti edhe punën e vrasjeve, normal që kur
ka nashta tradhti ose çka do qofshin ato Vrasit nuk raste, po arsjetohen ndodhen asnjë edhe mënyrë. vrasje të ndryshme, Vrasja kemi nuk rastin e arsjetohet. fundit. Prandaj e përdor atë fjalën Po. me mirë një dhem, një fund i dhemshëm se një dhembje pafund, nuk ka arsyeshmërinë vrasje. Nuk të arsyeton kërkush hiç. Madje edhe fetarisht thonë me vrani njëri është si me vrani njerëzimin, aq më tepër që më vron brenda familjes. Ti nuk po e vron veç një gru, ose një burr, ti po i vron edhe fëmijët e tu, ti po e vron edhe familjen tone, ti po e rënën, po e godet këta të rreth ku je. Është rruga e gjykatës se zgjedh atje, dosh vazhdon që secili rolin e vet. Mandje shpeshherë edhe këtu kem problem se kur ti besohet fëmiu njonit bashkëshort, zakonisht tjetri ka obligim ligjor me i mbulu shpenzimet, edhe nënën tjetër vendoset edhe çështja e kontakteve, edhe shpeshherë sidomos gratë din mu hakmor të kontaktet me manipulu me fëmijë, që ata mos me pas kontakte me babën. Nënën tjetër burrat janë ata të cilët nuk e kuptojnë që mosbatimi vendimit gjyqësor është vepër penale, përkundër faktit që shkruan shumë mirë që ka që ke obligim, për shembull 200 euro për fëmijë me qit çdo muaj, për mirëqenien e tij, fjala vjen thotë, unë kam u martu. Do me thonë, edhe se ka kry procedurën këtu, mendon të martesa. Këto janë shumë raste, do me thonë, të kurajuse, mandej ka ndodhur edhe në gjykat, aty kum lanë të dera, veç jam hi, kom thonë, trupi gjykus ju kërkoj falje pik ti momentit tonë e dalë për landës. Edhe më thot, edhe mandej ka dhe ai sillet si burr pak me agresivitet, i thon ti ai në rregull, ti ende je raport bashkëshortore me këto. E dyta, detyrona edhe me tonë me bërtit në korridor, i thom ata fëmijën sti ku mbot, tut janë. Unë e marr një përfaqësuese ligjore çto janë, edhe ja lu landën aty. Unë përmenda edhe rastin e fundit që ka ndodhur me Arditën, tashmë të ndjerën veç se e dina rasti që shket tepër i dhëmshëm, sa menon që çto fshehtësinat që bëhen, qoftë prej mashkullit, qoftë prej femnës, piprujnë deri në gjendje. Se dolen jo, ai ka qenë i martuar, ka pas edhe një grua dhe një fëmijë. Çka ka ndodhur aty, për shkak se nuk kem ndonjë prononcim do me thonën ashtu nga prokuria apo nga policia që me di çka ka ndodhur, kem këtë predikimet gazetarisë, madje unë kesh edhe të familjarëve që po zgjedhin me kesh edhe me një emision Kosova Today, ku vullneti fuli mjaft hapur për opsionet, ke doja i të ndjerit e atij djalit, edhe unë shumë u rezervova për arsye se jam një profesionist edhe nuk mund të flas me tashët tona, ne du të flasim me fakte, po pa marrë parasysh fakti që Ardita e ka vrarë, aq më tepër ishin momentet e rënda kur derisa mbaj emisioni atje mbaj varrimi. Po derisa Ardita ka arrit me vra ata, do me thonë, mas pari vrasja nuk ka as të arsye hiç fare, për shkak se ka metoda tjera. Ajo krijoi një tragjedi. Madje vrau gruan e Hoxhës që na nuk i dim ende motivet, por mendoj zyrtarisht, sepse aty do duhej për me ditë pse do duhej deklaroj ndjera Ardita. Tash me vetë faktin që edhe ajo vdiq nga plagët e tentimeve të vrasjes, do me thonë realisht aty më nuk ka procedurë penale, edhe mbetet vetëm në ato më thet thash. E çka ndodh pa me marr çfarë parasysh, nuk e di, po pa marr parasysh, tash nuk e di cila ka qenë gjendja emocionale, psiqike të ndjerës, për cilën shumë ndjeva dhimbje, kishte qenë e re e bukur dhe imagjino familja vet si ndihen tash. Mirë, po pa marr parasysh partnerët, nëse menojnë dy të rinj, apo çfarë do moshë të qoftë, me hi me një lidhje, afatgjatë me tjetrin, duhet jenë të hapur për të kaluarën e tyre. Për shkak se e kaluara e atyre duhet aty të prihet me shirit. Edhe është ajo thonja filozofike thotë e kaluara, harruara, e tashmja vërtet e ardhme e panjohur. Prandaj nuk ka arsye, pavarësisht a ka qenë i martuar, as ka qenë i martuar, me marr me vrah. Unë kështu mendoj. Po tash nuk pe di çfarë gjendje psiqike ka qenë ajo, edhe so ka qenë e dashurume, sepse historia e njerëzimit njeh që të dashuruarit nga dashuria, ai pasion, ai zjarr, që e din vetëm ai i cili ka dashuru ta shpreh, shpeshherë ka ditë që të përfundoj edhe me vrasje apo me vetvrasje. Prandaj nuk pe di ma ka qenë disa opcione ishin 4 vite ka shku me të, disa opcione ishin pak,
natyrisht ana e djalit e minimizon Me dy lidhjen e takime, tyne, qaq. po ana vajzës nuk janë dalë me deklaru ende, se ata nuk e kanë letë. Së është në pyetje këtë nderi familjes, është rëndit këtë familja, plus e kanë humbë edhe atë grure agjës me cilën tanë kena pas raportet mirë, sepse pasionet e dashurisë janë pasionet që vish du të dashurësh shumë, ose du të lexosh shumë për njerëz që kanë dashuru, për mi kuptu, ata din me përfundu edhe me Qysh mund e njëri me dasht edhe me të vra? Ku shkruan kjo? Ku frigohet që po të humbë edhe të vrat. Prandaj duhet të jemi, do me thonë, duhet të jeni, se unë kam kryer misionin tem, duhet të jeni të hapura. Mirë po, edhe në martesë duhet të jetë partneri me partnerin i hapur. Nuk ka lojë martesë, nuk ka sport martesa. Kur të ish martesë, keme kenë e koncentruar në partnerin, qovë burrit, qovë gruaja, 100%. Nuk ka lojë ama. Ai këto janë detalet vogla, po pa marrë parasysh qovë burrit, qovë gruaja, nëse e marrë me kod telefonin, nëse run, nëse ik, nëse fol, atëherë nuk kupton që do me thonë diçka po mshep e tjetrit. Është ajo shpreha popullore që thënë burrë grua më shëthua. Prandaj s'ka çka mshep as njëri as tjetri, do me thonë për njëri tjetrit. Por që vazhdu ajo, edhe pse këtu po ndodhen. Kështu që unë nuk kam nevojë me t'lyp mesazh, se veç edhe mesazhet, në gjithë se cilën herë që ke të folë ma dhe ka një mesazh. Mesazhi im është më spari, të fillojmë prej fillimit atje, me i përkrah fëmijët shumë, po jo me ju imponu. A kupton? Po. E prindit është me ja tregu fëmijës për mendimin e tyre cila është rruga më e mirë. A e zgjedh as e zgjedh, është opcioni i tij. S'kem të drejtë. Tjetra, të rinjët, kur fillojnë martesjen, lidhjen, sa të kemi mundësi t'i ndihmojmë, t'i mbështesim, edhe mos të kuptojmë që me martesjen e tyre hupi vëmendja nga prindrit. Për shkak se jeta është një proces i tillë. Nuk hupet me vëmendja, nuk hupet dashuria, po është një proces që ka me ndodhë. Tjetra, familja është shendri. Duhet të bëjmë çmos që ta ruajmë atë. Bashkësia ka obligime. Nuk është vetëm me u kënaq. Duhet jemi korrekt njëri me tjetrin. Që të vazhdoj të ecë, edhe në fund të fundit jemi shembull ne për gjeneratat që vinë mbrapa neve. Po si përmbledhje krejtëve, thojnë në drejtësi është një shprehje, romake thotë summa summarum, shuma kryt shumave, kur ti përmbledhëm, përdore emisimin e juve, dhuroni dashuri. Nëse ju mungon ai sensi, prirja që dhuroni dashuri, s'paku mos i lëndoni njerëzit, sepse njerëzit kanë halle, kanë derte, nuk janë krejt sikur te, ju mungon diçka, nuk janë të përmbushur, edhe në atë përmbushje e shohin, do me thonë, e ka një reagim që nështë nuk ka të bëj me ty, po ka me jetën e tyre, por jep një dashuri, se vetëm kjo një jetë është. Gjithat janë jo relevante. As paraja, as të mirat materiale janë sot, janë nesër s'janë. Unë, do me thonë, mas 20 vjetë arrita ta blej një vetur, mesatarisht mirë, edhe stafi zyrës thanë avokate që ka ju qita, unë ka një ambëlsin nga një kafe, edhe thanë alë një porosit mirë, edhe i thash, apo e shif një djem, e vajza, thash, kjo është vetëm një metal. Tash e godet edhe s'ka kur farblere, ndërsa fjala, ajo vetëm fjala shërë. Prandaj këtë gjuhë, mos e përdorni për qitë helm, po përdorni për doru dashuri. Kjo është mesazhi im summa summarum. Kështu që shumë faleminderit. Mos shoh tira fundit që na takohen bashkë, takofshim edhe nëse jo për intervista, bile me pikafe bashkë. Edhe për mua shumë. Faleminderit shumë. Kështu që miq të gazetës Damos, kaq keshim ne për këtë javë, e shihemi javën e ardhshme. Tung tung. Tupo.